إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فله المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në këto ditë të bekuara, në këto net të bekuara, në këtë muaj të bekuar, ku jemi duke u munduar që t'i realizojmë adhurimet e ndryshme ndaj Allahut Azza wa Jall, me shpresë që të arrijmë të ngritemi, të afrohemi, t'i shtojmë të mirat, t'i shtojmë shpërblimet, t'a shtojmë të arrisim imanin ton e të ngritemi tek Allahu Azza wa Jall. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, gjatë këtij Ramazanit jemi duke jetuar nën serialin e quajtur Pastruesit e mëkateve, pastruesit e gabimeve, pastruesit e gjunaheve tona. Gjëra, shkaqe, ibadete, të cilat ne nëse i veprojmë, të cilat ne nëse i realizojmë, shpërblehemi tek Allahu Azza wa Jall dhe njëkohësisht na falen gjunahet tona, na pastrohen gabimet tona që ne i kemi bë në të kaluarën. Kemi përmend disa prej pastruesve, siç është agjërimi, siç është abdesi, siç është namazi i natës, siç është sadakaja, siç janë disa ibadete që kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet si pastrues të mëkateve tona. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, sot do të kalojmë në një pastrues të radhës, i cili është shumë i rëndësishëm, i cili është shumë i madh, i cili i takon njerëzve më të mirë mbi sipërfaqen e tokës. Këtë pastrues nuk e arrin të gjithë njerëzit, këtë e arrin vetëm ata të cilët janë më të mirët. Cili është ky pastrues quhet takwallaku. Ky pastrues quhet devotshmëria. Devotshmëria ndaj Allahut Azza wa Jall është një prej shkaqeve që njeriut i pastrohen, i falen, i shlihen gjunahet e tij. Ai i cili është i devotshëm. Devotshmëria është qëllimi i qëllimeve. Qëllimi i gjithë qëllimeve tjera. Cili është qëllimi i ardhjes së njeriut në dunja? Allahu Azza wa Jall tha: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për ndonjë gjë tjetër përveç se të më adhurojnë mua. Pra qëllimi i ardhjes së njeriut në dunja është adhurimi i Allahut. E cili është qëllimi i adhurimit të Allahut? Tha Allahu Azza wa Jall: "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju njerëz, adhurojeni Allahun Azza wa Jall, i cili ju krijoi juve, i krijoi edhe njerëz që ishin para jush. Për çfarë qëllimi? La'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Allahu na urdhëroi me agjërim edhe në këtë muaj të bekuar dhe tha: "Ja eyyuhalladhina amanu
kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, o ju musliman, u është bë juve obligim agjërimi, siç ishte obligim për popujt para jush. Për çfarë qëllimi? La'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Pra nëpërmjet namazit njeriu bëhet më i devotshëm. Nëpërmjet agjërimit njeriu bëhet më i devotshëm. Nëpërmjet zakatit, nëpërmjet haxhit, nëpërmjet ibadeteve, njeriu bëhet më i devotshëm tek Allahu Azza wa Jall. E ai i cili e arrin devotshmërinë, tha Allahu Azza wa Jall, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ai i cili ka frikë Allahun është njeri i devotshëm. Allahu ati i afal gjunahet dhe i ashton shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall, ja ejuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. O ju besimtar, keni frikë Allahun, thoni fjalë të drejta, të qëlluara, të sakta. Atëherë Allahu juve ua përmirëson gjendjen, ua përmirëson veprat dhe ua fal gjunahet. Pra njeriu nëpërmjet devotshmërisë, nëpërmjet takvallëkut, njeriu i falen gjunahet. A jemi ne njerëz të devotshëm? A jemi ne njerëz që kemi frikë Allahun Azza wa Jall? A kemi ne devotshmëri? Dikush mund të ban pyetje edhe të thot, a kemi ne devotshmëri? Është mirë që unë njëherë së pari ta di çka është devotshmëria. Çka është devotshmëria? Devotshmëria është definuar në forma të ndryshme nga dietar të ndryshëm. Talq bin Habib rahimullah, i cili thot, devotshmëria është nënshtrimi ndaj Allahut me argumente të Allahut për shpërblimin e Allahut. Largimi nga gjunahet ndaj Allahut me argumente të Allahut nga frika e dënimit prej Allahut. Çka është devotshmëria? Kjo është devotshmëria. Ti nënshtrohesh Allahut dhe të largohesh nga gjunahet ndaj Allahut Azza wa Jall. Ndërsa Aliu radiallahu anhu, kur e përshkruajti devotshmërinë, tha, devotshmëria, takvallëku është el khawfu min el jalil, frika ndaj Allahut Azza wa Jall. Wal amalu bit tanzil, veprimi, praktikimi në jetë i Kur'anit, fjalës së Allahut Azza wa Jall. Wal rida bil qalil, të jesh i kënaqur me pak, aq sa ke të thuash Elhamdulillah. Wal isti'dadu li yawmir rahil, dhe përgatitja për ditën e gjykimit, përgatitja për daljen para Allahut Azza wa Jall. Ndërsa Ebu Hurajra, kur u pyet për takvallëkun, i than, si e përshkruan ti takvallëkun? Çka është takvallëku? Çka është devotshmëria? Ebu Hurajra tha, a ke kaluar ndonjëherë ndonjë rrugë e cila është me thera, e cila është me gjimba? A ke kaluar ndonjëherë në ndonjë rrugë e cila ka rrezik në atë rrugë? Tham po. Si e ke kaluar atë? Tha, e kam kaluar duke u ruajtur ku do të shkeli, ku do të vendon kamba ime, duke ecur në atë rrugë me kujdes të madh. Ku do të vendohet kamba ime, mos shkeli dikund që ka rrezik. Tha, kjo është devotshmëria, të jetosh në jetën tënde, të ecësh në jetën tënde në një rrugë me kujdesin më të madh, ku do të qëndrosh, ku do të prekësh, ku do të shkelësh, ku do të punosh, të kesh frikë të ruhesh në jetën tënde nga gjunahet, siç ruhesh nga rreziqet. Kjo është devotshmëria. E atëherë Ibnul Mu'taz në formë poezie tha, khalli dhunube saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa, wasna kamashin fauka ardi shauki jahdharu ma jara,
la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa. Largohu nga gjunahet e mdhaja dhe të vogla, kjo është devotshmëria. Dhe es në një rrugë, sikur që es njeriu në një rrugë e cila është me gjemba. Ruaju nga gjunahet e vogla, nga se kodrat e mdhaja përbahen prej rërës, prej zallit të imt. Ruaju nga gjunahet. Devotshmëria është kjo, mirë po, në zemrat tona a ka devotshmëri? Në jetën tonë a ka devotshmëri? Cili prej nesh mund të quhet njeri i devotshëm? Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rajba fih, hudan lil muttaqin. Ky është libri, ky është Kur'ani, në të cilin nuk ka dyshim, është udhëzim, është udhërrëfys për njerëz të devotshëm. Kush janë ata? Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kush janë njerëzit e devotshëm? Ata që e besojnë gajbin, ata që e besojnë të fshehtën, ata që e besojnë Allahun, i besojnë me lajket, pejgamberët, librat, ditën e gjykimit, xhenetin, xhehenemin, pastaj wa yuqimuna as-salah, e falin namazin. Pa namaz nuk ka asgjë. Pa namaz nuk ka jetë. Pa namaz njeriu nuk ka rrugë që mund të afrohet të Allahu. Pa namaz nuk mund të qëndron asnjë gjë. E falin namazin dhe pastaj japin, shpenzojnë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Këta janë njerëzit e devotshëm. Njerëzit e devotshëm në mesin e njerëzve janë njerëzit më të drejtë. Njerëz të drejtë nuk anojnë, nuk bëjnë zullum, nuk bëjnë padrejtësi ndaj askujt. Tha Allahu Azza wa Jall, la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Mos t'ju mashtron ndonjë inat, ndonjë xhelozi, ndonjë urrëtie që e keni ndaj dikujt, e të baheni të padrejt. Bahuni të drejt, kjo është më afër takvallëkut. Ai i cili ka devotshmëri, ai është njeri i drejt ndaj të gjithëve, qoftë ndaj të afërmve, qoftë ndaj të largëtve, qoftë ndaj njerëzve të tij, qoftë edhe kundër njerëzve të tij. Ai e ka parim drejtësinë në jetën e tij. Njerëzit e devotshëm janë njerëz të drejtë dhe këta janë njerëzit më të mirë mbi sipërfaqen e tokës. Kush janë njerëzit më të mirë në dynjë? Ata që janë të bardhë apo ata që janë të zi? Ata që janë shqiptar apo ata që janë arab? Ata që janë turq apo ata që janë gjerman? Kush janë njerëzit më të mirë në dynjë? Njerëzit më të mirë në dynjë, tha Allahu Azza wa Jall, inna akramakum inda Allahi atqakum. Njerëzit më të mirë të Allahu janë ata që janë më të devotshëm. Më të devotshëm, më të mirë. Këta janë më të mirët. Pa marrë parasysh raca, pa marrë parasysh ngjyra, pa marrë parasysh gjinia, pa marrë parasysh posti, pozita, fama, pasuria, fuqia e kështu me radhë. Njerëzit më të mirë, njerëzit më të devotshëm. Në ai i cili ka devotshmëri, ai fiton shumë në dunja dhe në ahiret. Në dunja të mirat e tij janë shumë. E në ahiret nuk ka dyshim në shpërblimet e mëdhaja të Allahut Azza wa Jall. Në dunja, ai i cili ka devotshmëri, vetëm njerëzve të devotshëm Allahu a pranon ibadetet, Allahu a pranon veprat. Tha Allahu Azza wa Jall, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu i pranon veprat e njerëzve të devotshëm. Ne mundohemi, ne punojmë, ne angazhohemi, duam që ibadetet tona të pranohen. Kujt Allahu ja pranon? Kujt Allahu ja pranon ibadetet? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
Allahu i pranon veprat, i pranon ibadetet nga njerëzit e devotshëm. Andaj devotshmëria kërkohet për secilin besimtar në jetën e kësaj dunjaje. Devotshmëria është një prej shkaqeve që njeriu të mban mend më shumë, që njeriu të përfiton më shumë. Pse njeriu haron në shumë raste? Megjithse të gjithë harrojmë, mirë po, një prej shkaqeve të harresës është gjunahu, apo gjunahet e shumta që njerëzit i bëjnë dhe Allahut Azza wa Jall. Thot Abdullah ibn Mas'udi, ndodh që njeriu të haron një dituri të cilën e ka ditë, shkaku i një gjunahut të cilin e ka bë. E ke ditë një gjë, sot nuk të kujtohet. Mundohesh, nuk të kujtohet. Për çfarë arsye? Ndoshta kjo harresë shkaku i gjunaheve tua. Ke bë gjunahën dhe Allahu Azza wa Jall e ban një gjunah, Allahu ta merr një dituri. E ke ditë një gjë nga ana e fesë, një gjë të dobishme, po qoftë edhe nga ana e dunjës, sot nuk e di. Dhe mundohesh me kthy, ama nuk e gjin. Është fshirë. Për çfarë arsye? Në vend të saj është ngarkuar një gjunah që e ke bë. Tha Allahu Azza wa Jall, wattaqullah wa yuallimukumullah. Keni frikë Allahun, bahuni njerëz të devotshëm, do t'ju mëson Allahu, do t'ju jep Allahu dituri të dobishme. Sa më i ruajtur njeriu, aq më shumë i mban mend gjërat e mira, gjërat e dobishme. Gjithashtu, nëpërmjet devotshmërisë, njeriu nuk mbetet i kufizuar, i mbyllur asnjëherë. Njeriu të devotshëm nuk i mbyllen gjitha dyert. Për çfarë arsye? Nga se çdo herë atij Allahu do t'ia hap një derë. Çdo herë atij Allahu do t'ia gjin një zgjidhje, një mundësi. Tha Allahu Azza wa Jall, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ai i cili ka frikë Allahun, ai i cili është njeri i devotshëm, atij njeriu Allahu i gjen rrugdalje. Atij njeriu Allahu i sjell zgjidhje nga nuk e ka menduar fare. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe furnizon Allahu jep rizq. Ai njeri i cili është i devotshëm, Allahu jep rizq atij prej nga nuk e ka menduar fare. Allahu jep rizq. Dhe ne kur themi Allahu jep rizq, dikush apo shumë kush mendon që Allahu jep pare, Allahu jep pasuri. Ai nuk e kupton që rizku është më i madh se kaq. Rizku më i madh është që Allahu me të nderu, me të furnizu, që ti të jesh pjesëtar i fesë së vetme të pranuar të Allahu Azza wa Jall, që Allahu të nderon me Islam. Rizk është mendja jote, logjika jote. Një rizk, një nimet të cilën rrallë prej njerëzve, apo pak, apo hiç prej njerëzve nuk e falenderojnë Allahun Azza wa Jall. Të kesh mend, të kesh mendje, të kesh logjik të shëndosh, prej nga erdh kjo? Sa paguhet kjo? Ku blehet një gjë e tillë? Nëse dikush nuk e ka, ku mund t'ja marrim, t'ja kompenzojmë? Nëse dikujt ja merr Allahu, kush mundet t'ja jep? A kemi menduar ndonjëherë këtë dhunti të Allahut që na ka dhënë neve? A kemi qenë ndonjëherë në vendin e atyre që qëndrojnë njerëzit e çmendur dhe ti shohësh pak ata? Ti shohësh një njeri i cili qan vazhdimisht, një njeri i cili qesh vazhdimisht, një njeri i cili është kthyer kahmuri, qëndron gjithë kohën i kthyer kahmuri, një njeri i cili hjek teshat e tij para krejtëve, nuk di asgjë, nuk di çka është as dielli as hana, as baba as nana, as dita as nata, as e bardha e zeza, e mira e keqja, nuk di asgjë, ti e di. Unë e di, nga e more. Kjo është rizq prej Allahut Azza wa Jall. Shëndeti që Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë, shikimi, dëgjimi, zemra, gjymtyrët, të gjitha këto të mira meritojnë që njeriu të jetë falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe pastaj vjen euro, dollari, dinari e kështu me radhë. Njeriu e mendon rizq është kjo, çka të ban shumë pare.
ban pare sa të duash, sa do që të kesh pare, nëse nuk ki mendje, a jashe hajrin? A kënaqesh? Nëse Allah ti merë syt, a kënaqesh? Nëse Allah ti merë gjërat më të rëndësishme, çka nëse njeriu ban pasuri? Me gjithë se pasuria është rizq, Allahu Azza wa Jall i jep atë njerëzve të devotshëm. Dhe devotshmëria njeriut i sjell shumë të mira në dunja, shumë të mira në ahiret. Dhe ky duhet të jetë derti jonë, dhe duhet të jetë derti i besimtarve, që ne të mundohemi të bëhemi të devotshëm, të mundohemi gjithashtu të lëm pasardhës të devotshëm. Secili prind sot duhet t'ia ketë dert djalit edhe vajzës. Çka do të la unë pas meje? A do të la të ri edhe të reja që e njohin Allahun, që kanë frikë Allahun, që janë të abdesit, që janë të sejdës? Çfarë gjenerate ne do të lamë mbrapa, me gjithë se derti më i madh i shumë njerëzve është çka do t'ju la unë atyre nga ana e dunjas? Dhe nëse ja ban kushtet nga ana e dunjas, ai rehatohet. Elhamdulillah, u a kam bo fëmijëve krejt, çka ju ke bo? Po shtëpini ja kam bo, martesën ja kam bo, veturi kam ble, krejt ja kam rregullu, tash edhe me bo me vdek, mo se kam gajle. E kjo është gajle e dobët, kjo është gajle e lehtë, me gjithë se është gajle, mirë po, është shumë e lehtë, është shumë e thjeshtë. Gajle duhet ta ketë besimtari, dert të madh duhet ta ketë besimtari. A do të la pasardhës që do t'i binë Allahut në sejdë? Çka që i ki 5 djem, çka që i ki 5 vajza, çka që shtëpia jote është mbushur me nipa dhe me mbesa, nëse ata nuk dinë me bë bismillah? Çka pastaj? Çka nëse ne lam njerëz pas vete të cilët do të ecin për në rrugën e xhehenemit dhe në ahiret baba në xhenet e vladi fëmijë i tij në xhehenem? Çka fituam? Ku arritëm? Derti më i madh që ne tu asigurojmë dunjan, nuk do të vdesin fëmijët, nuk do të vdesin e vladi jonë edhe pa neve, pashallahu. Siç nuk kanë vdek plot të cilve ju ka vdek baba, ju ka vdek nana. Pastaj kanë vazhduar. Dhe ndoshta kushtet i kanë bërë më të mira se ne. Nuk kanë vdek as për buk, as për ujë. Kështu ndodhi me Omar bin Abdul Azizin, rahimahullah. Në kohën që Mansuri u zgjedh khalife i muslimanëve, në pallatin e tij, në zyrën e tij, hyni Muqatil bin Sulejmani. Kur hini ky njeri, khalifeja i tha: "O Muqatil, më këshillo, ma jep një këshill." Tha: "O khalife, a don këshill nga ajo që e kam dëgjuar, a don këshill nga ajo që e kam pa?" Jo, tha, unë e du një këshill prej teje nga ajo që ti e ke pa me sytë e tu. Atëherë, tha, do t'a jap një këshill. Cila është ajo? Tha, unë do të përkujtoj me rastin e 2 njerëzve të cilët i kam pa me sytë e mi, i kam pa. Kush janë ata? Ata janë Omar bin Abdul Azizi dhe Hisham bin Abdul Malik. Të dy këta ishin prijes, njerëz të mëdhej. I ardh vdekja Omar bin Abdul Azizit. Në momentin e vdekjes, në shtratin e vdekjes, Omar bin Abdul Azizi në fjalët e fundit. Njerëzit e panë dhe shikuan gjendjen e tij. Çka do t'ju lën fëmijëve Omar bin Abdul Azizi? Omar bin Abdul Azizi kishte nga gjithë pasuria e tij 18 dinar të asaj kohe. 18. 9 prej tyre u harxhuan në harxhimet e tij që i pati në rastin e vdekjes. Dhe mbetën vetëm 9 dinar. Të kujt? Të prisit më të madh të muslimanëve, 9 dinar. Ndërsa Omar bin Abdul Azizi kishte 11 djem. 11 djem, 9 dinar, sa do t'ju ndahen atyre? As nga 1 dinar në person, në djalë, në evlad, as nga 1 dinar. I than Omar ibn Abdul Azizit: "A veç kjo është pasuria jote? Po ti çka kime ju lën djemve? 11 djem, 9 dinar, çka kime ju lën atyre?" Tha: "Nëse janë të mirë, do t'ju mjafton Allahu.
E nëse janë të këqi, nuk ju la pasuri që me pasurin time të veprojnë atë që e hidhron Allahun Azza wa Jall. Vdiq Omer bin Abdul Azizi. Thot pas një kohë, Mukatili thot, pas një kohë e kam pa një prej djemve të Omer bin Abdul Azizit duke i përgadit 100 kuaj dhe duke i dhanë në rrugën Allahut Azza wa Jall por njerëzit që do të nisen në luft nga ummeti islam. Nuk i ala baba as 1 dinar. Përgadit 100 kuaj në shërbim të fesë Allahut Azza wa Jall. Dhe Hisham bin Abdul Malik, i cili gjithashtu kishte 11 djem, për se cilin djalë në momentin e vdekjes i ndan nga pasuria e babës nga 1.000 dinar. Në atë kohë që tek arabët nuk kishte 1 milion. 1.000 dinar, 1 milion dinar. Për se cilin djalë nga 1 milion dinar. Thot Mukatili, e kam pa një prej djemve të Hishamit në për pazar, në për treg, duke ju kërkuar njerëzve. Për çfarë arsye? Për arsye se Omer bin Abdul Azizi në momentin e vdekjes tha, unë do t'u ala djemve takuallëkun. Çka do në me ju lan djemve? Ju la djemve një emanet, një porosi. Cila është ajo? Takuallah. Ju la atyre emanet, ta keni frik Allahun, të baheni njerëz të devotshëm. Të gjitha këto të mira, por devotshmërin janë në dunja, por të devotshmit janë në dunja. E në ahiret, e kur dalim ne para Allahut Azza wa Jall, por ata që janë të devotshëm, çka do të ketë por ata njerëz në ahiret? Allahu Azza wa Jall tha, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ahireti, krejt ahireti, në ditën e gjykimit ju takon njerëzve të devotshëm. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall, yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda. A ditë që do të ndalin njerëz para Allahut Azza wa Jall, do të ringjallen. Njerëzit e devotshëm do të ringjallen, do të ecin hypur. Subhanallah, para mendoje ti. Para mendoj kur arrin në një shtet, në një vend dhe të presin ty njerëzit. Se cilin e presin në bazë të kategorisë, nëse arrin do një kryetar shteti, do një kryeministër, çfarë pritje i bëhet? Çfarë pritje do të na bëhet neve kur dalim para Allahut Azza wa Jall? Do të ringjallemi, të gjithë do të ringjallemi, edhe unë edhe ti, kur dalësh ti para Allahut, si do të dalësh? Kur të ringjallemi ne, si do të ringjallemi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do të ringjallen njerëzit në 3 mënyra. Disa do të ringjallen, do t'i presin me lajket, me mjete të cilat do të ecin hypur. Nuk do të ecin kam. Kush janë këta? Njerëzit e devotshëm. Këta nuk do të ecin kam, do të ringjallen, me lajket do t'i bartin, me çfarë mjete? Vetëm Allahu e di. Këta do të ecin hypur. Disa do të ecin kamb, e disa do të ecin me fytyrat e tyre. Than, ja Rasul Allah, po si ec njeriu me fytyr? Si mund njeriu të ec nga e prapa me fytyr? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që i ka bën në dunja të ecin me kamb të tyre, a nuk ka mundësi t'i ban në ahiret të ecin me fytyrat e tyre? Këta janë jo besimtarët, e në ditën e gjykimit, ata që kanë qenë të devotshëm, lumi ai i cili është i devotshëm në dunja, tha Allahu Azza wa Jall, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Njerëzit e devotshëm janë në xhenete, në begati prej Allahut. Gjithashtu tha, innal muttaqina fi maqamin amin. Njerëzit e devotshëm janë në vend të sigurt në ditën e gjykimit. Gjithashtu tha, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Njerëzit e devotshëm janë në xhenete dhe në kopshte me lumej. Gjithashtu tha, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Njerëzit e devotshëm janë në hije dhe në lumej të xhenetit. Gjitha këto shpërblime janë për ata që janë të devotshëm, të mirat e devotshmërisë në dunja, të mirat e devotshmërisë në ahiret, por atë i cili mundohet të jeton në dunja
i devotshëm. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu në zemrat tona të na jep devotshmëri. Allahu në veprat tona të na jep devotshmëri. Allahu të na ban prej njerëzve të devotshëm. Allahu të na ban prej atyre që do të ringjallen dhe do të ecin hypur. Allahu të na bashkon me të devotshmit në xhennetet e tij, të na bashkon me shahidat në xhennetet e tij, të na bashkon me besnikët në xhennetet e tij, të na bashkon me pejgamberët në xhennetet e tij. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na i pranon. Allahu të na pranon agjërimin ton, zekatin ton, sadakan ton, lutjet tona, hatmet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.